Ju lutem, nëse po prisni një përgjigje nga Perëndia, mos u acaroni nga që Perëndia nuk po ju përgjigjet. Ai mund të mos jetë shpejt, por s'është kur vonë. Udhëheqja hyjnore është vullneti i Perëndis për fëmijët e tij. Isaia 42:16 do t'i bëj të verbrit të ecin në për një rrugë që ata nuk e njihnin dhe do t'i çojë në përshtigje të panjohura, do të ndryshoj para tyre teri në dritë dhe vende dredha në fush. Këto gjëra do të bëj për ta dhe nuk do t'i braktis. Dikush duhet ta marrë këtë fjalë në këtë takim. E lexova këtë, është shkrim i mrekullueshëm, por është për dikë këtu. Perëndia do t'ju drejtoj, mund të ndjeni si të verbër tani, duke mos ditur ku të ecni, por Perëndia thot do t'i bëj të verbrit të ecin në për një rrugë që ata nuk e njihnin. Dhe do t'i çoj në përshtigje të panjohura, do të ndryshoj para tyre terrin që po përjetojnë në dritë dhe vende dredha në fush që ata të mund të ecin. Këto gjëra do të bëj për ta dhe unë nuk do t'i braktis. S'do t'i lë vetëm, forca, Perëndia nuk do t'i braktis kur. Një pjesë e madhe e lutjeve tona janë ato ku i kërkojmë Perëndis të na tregojë ç'të bëjmë në situata të ndryshme, ç'të bëjmë për të ardhmen, ç'të bëjmë për gabimet që kemi bërë në të shkuarën, vendimet që duhet të marrim, si të trajtojmë e të merremi me marrëdhëniet e vështira. Perëndia do që të na drejtojë. Isaia 30:21, kur të shkoni majtas ose djathtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapateje një fjalë që do të thotë, kjo është rruga, esni në të, po kjo do të thotë që një zë i lartë do të jetë pas veshit tuaj, por se duhet të ngadalsojmë ritmin. Dhe kjo gjë është një pjesë e mirë të dëgjuarit nga Perëndia. Kështu a mund të thoni të gjithë ngadalësim? Nëse ngadalsojmë pak ritmin dhe ndalemi pak më gjatë, mendoj se do të arrijmë të përmirësojmë të dëgjuarit nga Perëndia. Unë kam filluar të kaloj më shumë kohë për marrjen e vendimeve. Unë jam nga ata njerëz që pak a shumë mendoj se mund të marr çfarëdo lloj gjëje dhe ta përfundoj atë. Por trupi im ka filluar të më bëjë të ditur se duhet të lë më njan pak nga ky qëndrim. Nëse dua që të jem gjallë për një kohë të gjatë. Dhe një person tjetër në shërbes më tha këtë shumë kohë më parë dhe ishte e dobishme për mua. Po flisnim se si të kuptojmë gjërat që duhet u themi po dhe atyre që duhet u themi jo, sepse zakonisht na jepen më shumë mundësi nga sa mund të mbajmë dhe mund të mos jeni në shërbes me kohë të plot, por keni të njëjtin problem. Nuk mund t'i thoni po çdo gjë që të tjerët duan të bëni, sepse nëse e bëni patjetër që do të shkatërroni veten tuaj. Dhe kështu, ajo tha, unë kam krijuar zakonin e të menduarit mbi atë që më kërkohet për të bërë diçka. Për shembull, nëse do të marr përsipër të flas këtu, dhe ndodhi që jetonte në Australi, është një udhëtim i gjatë deri këtu, përgatitja e valixhes, koha e fluturimit, mbërritja në hotel, hapja e valixhes, pastaj vin takimet, ndryshimi i orarit, pastaj kthimi me avion. Është shumë e dobishme, vërtet, për të marrë vendime të mira, që ne të ngadalsojmë ritmin dhe të lejojmë Perëndin të na shoqërojë ndërkohë që mendojmë se çfarë kërkohet nga ne për të bërë atë gjë të cilës po i themi po. Dhe kështu kam vënë re se kam praktikuar diçka kohët e fundit që më ka ndihmuar dhe është të mos marr vendime para se të më duhet patjetër t'i marr. Unë jam njëri që dua të parapri gjërave. Dua të di jo vetëm atë që do të ndodhë sot, por edhe nesër, javën tjetër, javën pasaj. Dhe kështu, kjo sjell tension të brendshëm mbi ju. Dhe tashmë po përballeni me aq shumë gjëra, sa që nuk duhet të ngarkoheni së brendshmi më shumë nga sa është e nevojshme. Dhe kështu vërtet më ndihmon që ndonjëherë të them se s'duhet, kjo është për një ditë tjetër.
S'kam se të mendoj për këtë gjë sot. Dhe gjithashtu, kur njerëzit më pyesin nëse dua ta bëj këtë apo dua të bëj atë, për shembull, kur po përpiqesha të lija disa takime dhe kisha 2 apo 3 mundësi dhe asistentja ime ishte në telefon duke pritur përgjigje, unë i thash, e di, më duhet të mendohem pak për këtë. Do të marr vetë më vonë. Një nga ato gjëra vendosa se s'doja ta bëja fare. Dhe për një tjetër ndryshova kohën kur duhet ta bëja. Ndonjëherë ne kemi një ide brillante se duam të bëjmë diçka. Dhe pa pritur kemi firmosur tek vendi i caktuar dhe kemi marrë zotimin për ta bërë. Por përfundojmë duke qenë njerëz pa integritet, sepse se çojmë deri në fund dhe nuk e bëjmë atë që tham. Dhe kështu të dëgjuarit nga Perëndia do të kërkoj, do ta them edhe një herë këtë, nga dalësim të ritmit. Do të kërkoj dhe pak më shumë kohë për t'i peshuar gjërat apo për t'i menduar më mirë. A jeni dakord me këtë? Kur do të shkoni djathtas ose kur të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje. Tani, do të na pëlqente një hartë e jetës sonë. Duam të dim të gjithë hapat. Kështu mendojmë, por nuk do të donim, sepse po të dinim çdo gjë me të cilën do të na duhet të përballemi, mund të dorëzohemi pikërisht tani. Por është interesante, sepse kur gjërat vinë një nga një, durojmë çdo gjë me ndihmën e Perëndisë. Kështu, kjo është një nga arsyet pse Perëndia fsheh informacione prej nesh, sepse ai na ka krijuar të jetojmë ditë pas dite dhe të merremi me gjërat një e nga një. Dhe kështu, ju duhet të mësoni me Perëndin, se ai s'do të na jap hapin tjetër derisa ne të bëjmë atë hap që na ka thënë të bëjmë tani. Kështu, forca. Disa nga ju ndoshta po presin të shohin se çfarë duhet të bëjnë për diçka, por janë të ngrirë nga frika dhe nuk po bëjnë asgjë, sepse s'mund të shohin përtej këtij hapi që ndjejnë se Perëndia u ka thënë. Por mund të vënë re se lumi Jordan nuk u nda deri sa Jozue u vuri këmbën në të. Dhe ndoshta ujërat nuk do të ndahen për ju derisa të guxoni dhe të fusni këmbën në to. Apo më dëgjoni, më kuptoni të gjithë? Por, neve nuk na pëlqen ideja e marrjes së informacionit nga Perëndia pak nga pak, sepse kjo është mënyra se si Perëndia ma ka dhënë që ta shpjegoj dhe njerëzit e kuptojnë. Është sikur të kesh këtë, se pëlqeni më, por të paktën e keni. Si jeni të lumtur me këtë, le të themi është puna juaj, çfarëdo qoftë. Nuk ka më jetë për ju në atë që bëni, dhe ndiheni sikur Perëndia do që ju ta lini dhe të bëni diçka tjetër. Por nuk doni pa e ditur se ç'është ajo gjëja tjetër. Dhe kështu po përpiqeni shumë dhe kështu përfundoni duke u ndjerë të utuar dhe të lodhur, por Perëndia gjithmonë do ta mbaj larg jush këtë gjë të re derisa ju të lini këtë gjë dhe të tregoni se i besoni. Vërtet, nuk kam kohë sot, por mund t'ju them shumë histori për shërbesën tonë dhe gjërat friksuese që na duhet të bënim, dhe se si Perëndia na drejtoi hap pas hapi, pas hapi, pas hapi. Do t'ju jap një shembull kur filluam shërbesën tonë në katin përdes të shtëpisë. Dhe kishim ndoshta 8-10 punonjës që punonin aty, para se të kuptonim se duhet ta nxinim jashtë shtëpisë. Dhe kështu morëm me qira një zyrë me një hapësirë shumë të madhe dhe menduam për çfarë mund të na hyjë në punë një hapësirë kaq e madhe. Vërtet, dukej sikur ishte bota për ne, mirë. Shumë shpejt e përdorëm gjitha të hapësirë dhe morëm me qira çdo gjë tjetër që mundëm në atë kompleks, kështu e dinim se po vinte koha për të bler një ndërtesë, për të ndërtuar një tjetër, për të bler një pronë, kështu pothuajse blem një kish që po mbyllej dhe
ishim gati për të firmosur letrat dhe Devi më tha, i tha, di, unë nuk kam paqe për këtë. Kjo ishte e vetmja gjë që tha, nuk kam paqe për këtë. Dhe kështu, unë i thash, në rregull, nuk e blejmë. Pastaj po thuaj se blem një ndërtesë tjetër. Dhe ajo ishte, sa metër katror ishte? Ha? Gati 2800 dhe mendova, mirë, Perëndia im, për çfarë na hy në punë kjo ndërtesë 2800 metër katror? Mirë, vum çmimin ton për atë ndërtesë dhe dikush tjetër e mori në vendin ton. Kështu, një nga mënyrat si dëgjojmë nga Perëndia është kur ai mbyll një derë. E dini, dhe mos u bëni nga ata njerëz që shqetësohen kur nuk marrin atë që duan. Nëse Perëndia mbyll një derë, më mirë falenderojeni, sepse kjo do të thotë se do të ishe duke bërë diçka që nuk do të kishte funksionuar për ju. Gjithsesi, Perëndia mund të hap dyer, por edhe mund t'i mbyll ato. Dhe kështu, ajo derë u mbyll, nuk dinim ç'të bënim. Vërtet, na nevojitej shumë një hapësirë, po transmetonim në televizion dhe po punësonim shumë njerëz, shërbesa jon po trefishohej dhe kishim tavolina edhe në korridor, njerëzit uleshin gjithandej. Dhe rruga nga shkonim për në punë ishte e njëjta çdo ditë, por përsëri për ndonjë arsye, kurse kishim parë shenjën. Unë e kisha parë, por si kisha kushtuar vëmendje. Ishte një tabelë e vogël diku aty në anë të rrugës, ku kalonim dhe kishte një shigjet që tregonte lart, 22 hektar për shitje. Mirë. Një ditë i thash David, vras mendjen çfarë është kjo. E dini, është interesante si Perëndia na verbon ndaj diçkaje nëse nuk është koha e duhur. Dhe se si na i hap syt para diçkaje kur është koha e duhur. Dhe kështu, ne u ngjitëm dhe pam 22 hektarët. Perëndi, kjo do t'ishte e mrekullueshme, por nuk tregonte sa kushtonte dhe kishim vetëm një shumë të caktuar parash të kursyera për këtë dhe gjetëm pronaren dhe dikush tjetër një 2 vite më parë kishte bërë një ofertë me të njëjtën shumë parash që ne do të ofronim, por ajo s'ja kishte shitur atij. Por Perëndia na dha favor dhe ajo na e shiti për të njëjtën shumë parash. Aty është vendi ku prona jonë është sot dhe është sa 1000 metër katror? 140.000 metër katror për ndërtesën e zyrave dhe 63 metër katror për qendrën e shpërndarjes. Kështu, ato 2800 metër katror shumë shpejt nuk do të mjaftonin. Perëndia e mbylli atë derë sepse ai e dinte më mirë se sa ne çfarë do të ndodhte. Nëse do të kishim bler atë kish apo atë ndërtesë, do të kishim probleme. Mirë, Perëndia e fsheu atë pronë nga ne, edhe pse kalonim andej çdo ditë, nuk e pam atë. Ai e fsheu nga ne deri sa ishte koha e duhur që ne ta blinim. Ju lutem, nëse po prisni një përgjigje nga Perëndia, mos u acaroni nga që Perëndia nuk po ju përgjigjet. Ai mund të mos jetë shpejt, por s'është kur vonë. Forca. Kur të jetë koha e duhur, dhe sa herë që djalli përpiqet t'ju dekurajoj, hapeni gojën dhe thoni, Perëndia do të më flasë në kohën e duhur. Ai nuk do të më lërë të braktisur. Perëndia do të më tregoj çfarë të bëj dhe kur duhet ta bëj. Dhe e dini, më vjen keq ndonjëherë për të rinj që mbarojnë shkollën e mesme apo që mbarojnë shkollën e lartë, sepse të gjithë duan t'i pyesin ata çfarë do të bësh me jetën tënde. Disa nga ju janë 50 dhe akoma nuk e dinë se çfarë do të bëjnë me jetën e tyre. E dini, ende po përpiqen ta gjejnë. Dhe ne po i mërzisim këta 18 vjeçar dhe 21, 22 vjeçar. E dini çfarë do të bësh? Se kuptoni se u vjen në maj të hundës kur përpiqen t'i përgjigjen kësaj pyetje? Vërtet. S'ka problem ta bëjmë këtë pyetje, por kur ata thonë ende se di, mos i shqetësoni më me të. Thjesht e dini, në rregull, ndoshta ju kaloni 10 vitet e parë duke bërë diçka që nuk ka lidhje fare me atë që do të bëni më vonë, por vërtet do të merrni eksperiencë
në çdo vend ku do t'jeni dhe do ta përdorni atë në jetën tuaj diku përgjatë rrugës. Të gjithë jemi me nxitim dhe duam të dim çdo gjë. Dhe nuk ka pse gjithmonë të dim çdo gjë gjatë gjithë kohës. Mënyra më e zakonshme si Perëndia na flet është përmes fjalës. Dhe unë do t'ju them tani se nëse doni të mësoni si të dëgjoni nga Perëndia, duhet të dini fjalën. Nëse nuk do t'jeni student të fjalës, ju do të mashtroheni dhe do t'i hapni vetes të lashe. Fjala e Perëndis do të ngrihet brenda jush kur të jeni duke bërë një gabim, kur po bëheni gati për të shkuar në drejtimin e gabuar apo për të bërë gjën e gabuar. Kur po e trajtoni dikën në një mënyrë që Perëndis t'i pëlqen, fjala e Perëndis do të ngrihet brenda jush. Ju duhet të merrni zotimin se do të jeni student të fjalës së Perëndis. Mua do të më pëlqente që të isha në gjendje të shija çdo njeri të kalonte kohë në fjalë çdo ditë. Edhe sikur të mos jetë një kohë shumë e gjatë. Kaloni kohë në fjalën e Perëndis çdo ditë dhe do të mahniteni që gjatë asaj kohe që jeni duke dëgjuar fjalën e Zotit, nëse vërtet do të filloni të mendonit, edhe nëse dëgjoni një CD apo diçka tjetër dhe nuk arrini në një moment të kuptoni çdo fjalë që thuhet, e ndoshta duhet ta dëgjoni 4 apo 5 herë derisa ta kuptoni të gjithën. Është më mirë të bëni këtë se sa të harxhoni kohë të hapësirën e trurit duke ndenjur kohë duke menduar gjëra që nuk do të sjellin ndonjë frut të mirë. Duajeni fjalën e Zotit. Sepse armët e luftës son nuk janë prej mishit, të mishit dhe gjakut, por armët tona janë të fuqishme në perëndim për të shkatëruar fortesat ose pengesat, që të hedhim poshtë dhe të shkatërojmë mendimet e sofistikuara dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së vërtetë të Perëndis dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim bindjes dhe dëgjesës si Jezus Krishtit. Me fjalë të tjera, ka shumë e shumë zëra sot në botë, natyror dhe mbi natyror që përpiqen të na flasin, por nëse dim të vërtetën e fjalës, do të arrijmë të kuptojmë ata që janë të duhurit sipas fjalës dhe ata që janë të gabuar sipas fjalës së Zotit. Jezus i tha, nëse qëndroni në fjalën time do të dini të vërtetën dhe ajo do t'ju bëj të lirë. Një nga mënyrat kryesore për të dëgjuar nga Zoti, dhe e di se ky është një fakt për mua dhe Devin, është përmes urtësisë dhe mendimit praktik. Unë dhe Devi, dhe nuk po e them këtë për të mburur, por është një fakt, ne kemi mendim praktik. Dhe ndonjëherë mendimi praktik mund të jetë për ju më i vlefshëm se të gjitha shkollat që keni bërë. E dini, ka shumë gjëra që nuk ka pse t'i dëgjojmë nga Perëndia. Është mendim praktik, mos shpenzoni më shumë nga sa fitoni. Ju nuk mund të blini një makinë të re, kur nuk do t'jeni në gjendje të përballoni pagesat dhe thjesht do t'ju rrisë tensioni në jetë. Mirë, së pari, Perëndia nuk ju detyron të merrni një vendim. Amen? Kur dikush fillon t'ju bëj presion për të marrë një vendim, më mirë të thoni tani, nuk është Perëndia. Kaloni pak më shumë kohë, mendoni pak më shumë. Nëse ju do të blini diçka, veçanërisht diçka që është e shtrenjtë, qetësohuni. Dilni nga dyqani i bijuterive. Dilni nga dyqani i makinave, ku makinat janë të gjitha të lustruara dhe duken si gjëja më e bukur që mund të keni parë. Mbani në mendje se si do të duket kur të mbushet me letra ushqimesh dhe me gota plastike kafeje, kur të bëhet me balt, kur të ketë gërvishtje tek dera nga njerëzit që kanë përplasur makinën tek dera juaj. Dhe pastaj pyesni veten, nëse është kështu, jam gati të paguaj $700 në muaj për 7 vite që ta shlyej. Amen. Forca, këtu duhet mendimi praktik. Një mënyrë tjetër se si Perëndia na flet shumë qartë është përmes gabimeve të shkuara. Po ju them diçka, ndoshta ju keni bërë gabime në jetën tuaj, por bëheni vetes një nder dhe nxirrni përfitime prej tyre, më mirë se sa të rini kohë duke u ndier fajtor,
që i keni bërë. Fjalët e urta 3:11. Biri im ose përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos e urrej qortimin e tij, mëso nga gabimet e tua dhe nga sprovat që vijnë nga korrigjimi i tij përmes disiplinës. As është i bukur? Mësoni nga ato gabime. Të paktën kur bëni një gabim, edhe sikur të mos mësoni asgjë tjetër, do të mësoni të mos e bëni më. Ja përse ndonjëherë është urtësi nëse nuk e dini se çfarë duhet të bëni me jetën tuaj apo diçka, thjesht provoni disa gjëra, sepse nëse diçka nuk funksionon, të paktën do ta dini këtë gjë. Por e dini ç'duhet të bëjmë? Duhet ta kapërcejmë këtë frikë jo normale të qenit gabim. Thjesht nuk e durojmë dot mendimin se mund të jemi gabim apo të pranojmë para dikujt se e kishim gabim. Ne shkojmë e u themi njerëzve Perëndia më tha këtë, Perëndia më tha atë, dhe pastaj kur bëhet e qartë se Perëndia nuk e ka thënë nga që nuk po funksionon, ne bëjmë edhe një gabim tjetër duke u përpjekur ta mbulojmë me një justifikim. Se di pse nuk mund t'u themi njerëzve e di çfarë, mendova se ishte Perëndia, por si ishte ai. Të gjithë e kalojmë këtë dhe do të ishte shumë më mirë nëse do të ishim të sinqertë me njëri tjetrin për gjëra të tilla. Ne mësojmë shumë nga përvojat jetësore. Perëndia na flet përmes mendimeve tona. Kjo nuk do të thotë se çdo mendim që kemi është nga Perëndia, por është si një nga ato mendimet e vajosura. Është thjesht diçka që na qetëson. Thjesht ndihemi mirë në lidhje me të, duket e drejtë. Fjalët e urta 16:3. Besoja Zotit veprimet e tua, dorëzoja dhe besoja plotësisht atij. Ai do të bëjë që mendimet e tua të përputhen me vullnetin e tij dhe planet e tua do të realizohen me sukses. A nuk është e bukur? Kështu ndonjëherë unë shpresoj të shihni që një pjesë e kësaj nuk është si një fluturim mbi natyror mbi re dhe të themi, është nga Perëndia. Ndonjëherë Perëndia do t'ju flasë përmes një zëri të njohur. Kur Perëndia po thëriste Samuelin, Samueli vazhdonte të mendonte se Eli po e thëriste, sepse ai ishte zëri përmes të cilit ishte mësuar të dëgjonte nga Perëndia. Dhe kështu, dëgjoni, shumë njerëz më kanë thënë, unë do të bëja këtë e këtë dhe dëgjova në kokë zërin tënd që më tha. Kur ju dëgjoni dikë për shumë kohë, dëgjoni për shumë kohë pastorin, një nga mënyrat si Perëndia ju drejton është kur ai ju sjell ndërmend diçka që ai ju ka thënë një herë apo një herë tjetër, që ju kujton se ajo gjë që keni dëgjuar prej tij do t'ju pengojë të keni probleme. Kështu, mos u habisni nëse ndjeni se Perëndia po ju flet përmes një zëri të njohur me të cilin jeni mësuar tashmë. Tani Perëndia gjithashtu na flet përmes dëshirave tona. Jo çdo dëshirë që ne kemi është nga Perëndia, nëse dëshirojmë një ëmbëlsirë çdo natë, ndoshta nuk është diçka nga Perëndia. Nëse dëshironi bashkëshortin apo bashkëshorten e dikujt tjetër, s'është nga Perëndia. Amen. Nëse dëshironi të mos e mbani fjalën, patjetër që s'është nga Perëndia. Por unë kam zbuluar se ndonjëherë nëse dëshirojmë vazhdimisht të bëjmë diçka dhe nuk është diçka që është mëkat, është thjesht diçka që dëshirojmë vazhdimisht ta bëjmë, kuptoj se është një mënyrë se si Perëndia na drejton. Ai vë brenda nesh dëshirën për të bërë diçka. Ka shkrime që e mbështesin këtë. Marku 11:24, prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Psalmi 37:4, gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Dhe më pëlqen shumë Filipianëve 2:13. Sepse jo fuqitë tuaja, por Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin dhe veprimtarin. Do të thotë forcon, jep energji dhe krijon në ju dëshirën dhe aftësinë për të përmbushur qëllimin tuaj. Kështu Perëndia vë në ne dëshirën
për gjërat që ai dëshiron të bëjmë, dhe mund t'ju them se që nga dita që Perëndia më thiri të predikoj, kam pasur dëshirë të zjarrt për ta bërë këtë. Dhe është mënyra se si e di me siguri se është Perëndia, sepse s'mund të shkëputem prej kësaj. Njerëzit më thonë këto 10 vitet e fundit, a do të dalësh në pension? Dhe unë u them, jo, sepse s'do të di çfarë të bëj pastaj. Vërtet. Nuk e di se çfarë do të bëja. Dua të them se kur keni një thirrje nga Perëndia është më ndryshe se të kërkosh punë. Nuk është thjesht diçka që unë duhet të bëj ndryshime me kalimin e kohës, nuk bëj dot më aq shumë gjëra sa ç'bëja, por nuk kam dëshirë të bëj gjë tjetër veç se t'i jap Perëndis çdo gjë që kam. Unë besoj se dëgjimi nga Perëndia është shumë më pak i ndërlikuar nga sa mendojmë ne. Ndonjëherë nëse vërtet besoni se po dëgjoni prej tij, mënyra e vetme si mund ta dini është të hidhni hapin. Gjithmonë them hidhni hapin dhe zbuloheni. Më kujtohet një njeri i madh i Perëndis, e pyetën si mësoj të dëgjonte nga Perëndia dhe ai tha duke bërë shumë gabime. Është e vërtet, ndonjëherë nuk do të bëni asgjë nëse gjithmonë do të jeni të frikësuar se mos bëni gabime.